Është bashkuar në studio, përshëndetem, i them mirëmëngjes me kënaqësi kolegu Ylli Pata, gazetar. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit. Unë dua të prek ato 3 çështje që sapo i përmenda, le të themi çështja e parë edhe një zhvillim i minutave të fundit, nëse themi në këtë kuptim, reagimi i kryeministrit Rama. Ju Ylli e dini mjaft mirë, edhe keni shkruar. Ditën e dieshme, Këshilli i Bashkimit Evropian në një farë mënyrë dha një ndritje shile këtij raporti të ndërmjetëm i bar, pra që avancon procesin e integrimit. Ndërsa sot kryeministri më së shumti e kishte shigjetoi opozitën, që çfarë nuk la pa thënë këtu apo edhe jashtë, por procesi i integrimit vijon, nuk është bllokuar dhe nuk ka ngecur. Si e ke parë gjithën këtë dhe faktin që kryeministri e gjeti mundësinë që menjëherë ta shigjetonte opozitën? Faktikisht, reagimi i Ramës ishte i pritshëm pas një vendimi ku ai, domethënë, dhe qeveria e tij ka arritur objektivin. Por fakt është që nuk duket se ishte kaq e thjeshtë. Nuk duket se ishte kaq e thjeshtë, se ne këtu kemi qenë edhe në fund vitit të shkuar, kur këtu u parashikua trazira politike me rastin Palluku, me rastin e tjerë. Pra thelbi ishte më i madh se sa një rast gjyqësor apo një rast politik në Shqipëri, sepse rastet politike dhe rastet gjyqësore duhet na bëhen si pjesë logjike. Mirë po pritej një referim ose një transferim i kësaj tek ajo që ka ndodhur me Maqedoninë. Ju e dini, Bullgaria ka 2 vjet që thotë jo. Pra e ka bërë edhe me Ibarin. Mund ta bënte edhe për ne një vend i Bashkimit Evropian. Ajo që pritej të ndodhte, ose që kishte dëshirë për të ndodhur, shikohej qartë në zhurmën politike në Tiranë. Ama thelbi është që nuk ndodhi sepse, për mendimin tim, Spari ka pasur padyshim një lloj lobimi, domethënë një punë që bëhet përpara nga qeveria, përkatësisht e Rama, domethënë me lidhjet e tij. Megjithatë, unë mendoj që e gjitha zhurma që u bë për Ibarin ka një po them një lloj naiviteti, sepse domethënë një lloj prioriteti ose një lloj, si thonë italianët, ascesa e kësaj pjese të integrimit të Shqipërisë pritej pikërisht që nga miratimi i reformës në drejtësi dhe pasojat e para të saj. Domethënë, nëse mani mend kur Romana Vlahutin, që ishte ambasadore BE-s, dhe Margarita Mogherini u shanin si, domethënë, me fjalët e rrugës, tu kishte diçka. Ama Shqipëria po kishte kalu atë, do kishte edhe favore. Pra, Edi Rama sot po korr atë që ai ka mbjellë, ose, si më thënë, në thojza vujtjet që tjerët në partinë e vet kanë, në fundit nuk është një vujtje madhe, sepse kemi të bëjmë me 4 mandate qeverisë. Jo, patjetër. Po te kjo çështje, gjithsesi Bashkimi Evropian do të jetë më kërkues ndaj Shqipërisë. Dhe pjesën e parë të postimit kryeministrit mëngjesin e sotëm ishte shigjetimi ndaj opozitës, që çfarë nuk la pa thënë. Si e keni parë qëndrimin e opozitës, edhe takimet që bëshin në Bruksel dhe kudo, megjithëse më pas e miratuan së bashku atë rezolutën për integrimin? Qëndrimi i opozitës nuk ka qenë një qëndrim, po themi, i menduar. Qëndrimi i opozitës... Pra kur shkon në Bruksel edhe opozita, që duhet të bëj? Padyshim që duhet të përkrahë integrimin, duke thënë, duke kërkuar, po themi, përmirësime, sepse kur je në Bashkimin Evropian, çdo opozitë është më e rëndësishme, sepse, po themi, Partia Demokratike nuk është e vetme, po ka nesër gjithë Partinë Popullore Europiane. Por opozita ka rënë në një grack, siç ka rënë gjithmonë, nga disa qarqe politike jashtë diplomatike e Shqipëria, por edhe nga gracka mazhorancës, si i tha që ka probleme, do hajmë dhe mund të fiton të Partia Demokratike.
Sepse nëse nuk miratoi i Bari, nëse shtyhet e tjerë, mund të shihej si një sukses i opozitës, sepse do të thotë që kishte probleme qeveria, qeverisja, rasti Balluku e tjerë. Problemi sot, për mendimin tim edhe unë e kam shkruar disa herë, problemi sot nuk është kjo, sepse ne jemi në mandatin e 4 një mazhorancë, e cila një farë mënyre e ka kalu, e ka hëngër livadhin e saj. Që të vi një opozitja, ke rastin e Hungarisë, të vi një opozit, duhet të mendoj që tjetë edhe plus kësaj. Sepse pastaj, do më thënë... Që ndryshim shumë të madhë. Të arrezoj këtë, ose të destabilizoj këtë, përkuna e forcon një opozitë cila sot është këthyr një... Shqipëria në BE antare me drejtat plota brenda 2030-ës, apo kjo është një tjetër çështje që prap duhet... Kjo duket qartë, e tha dhe kancelari, ne flasim për Moldavinë, Moldavia dhe Shqipëria janë dy vende, një farë mënyre që janë të lista vendeve më të varfra. Sot Moldavia ka fituar një fuqi të madhe gjeopolitike dhe pa dyshim që është edhe Shqipëria. Për disa, do me thënë, dhe kjo është fakt. Janë dhe rrethanat që do na favorizojnë. Kjo është fakt. E kuptoj. Ndalemi pak në një tjetër çështje, nesër ka, nuk di që emër ti vëm, gar referendum, thjesht votim, se zgjedhja bëhet paktën mes dy emrave, po dy personazheve në PD. Si ke parë gjithë këtë që ndodhi për Jezë Vërtetës? Me ato kandidatura që nuk u pranuan, me të tjerë që nuk kandiduan, se mund të garonte edhe dikush që është deputet antar kryesie. Problemi i garës në PD është e qartë që Berisha nuk e ka problem një garë, po s'ka dashur asnjëherë një garë. Që po flasë në kohën... Edhe për fiksim nuk e do në një rival tjetër, nuk e do... Po pse? Ta shpjegojon, është mentaliteti... Sa i ndoshta fitonte? është mentaliteti i një politikani tipik që sot është edhe model edhe në mainstream, që nuk kërkon faktor që dalin, faktorët i cakton ai. Një garë në Partinë Demokratike, Sali Berisha ka mundësi ta përballojë. Pikërisht. Dhe Sali Berishës dhe Partisë Demokratike nuk i bën keq, por Sali Berisha nuk don faktor që sepse nuk është problem Berisha dhe konkurentët, po themi Saljani, apo dhe zonja Kokalari, ata e din që nuk e marrin dot vendin Berishës, po duhet t'jenë në krahat e tij për të qenë ato që do të marrin ereditetin ose trashëgimin. E kam pa që në krahat e tij është Edi Paloka dhe Flamur Noka, sepse janë personat kyç për punët. Problemi i Partisë Demokratike, unë mendoj se është më i madh se kaq, sepse Partia Demokratike nuk se ka qenë përgjithsisht parti e organizuar si përsoja, ka qenë një lëvizje me disa, po themi, shpirtra, me disa grupe interesi brenda, të cilët Berisha i ka menaxhuar, ka bërë aleanca, mund të ketë prishur probleme, po përgjithsisht ka negocuar me këto grupe. Partia Demokratike sot edhe këto grupe të interesit i ka humbur. Një pjesë i ka marrë Edi Rama, një pjesë i ka marrë, janë larguar. Një pjesë janë larguar. Dhe Partia Demokratike ka probleme me Partinë Demokratike. Dhe për të parë, shumë e thjesht, për të parë këtë situatë, është Shkodra. Shkodra ku Partia Demokratike ka qenë parti reale, parti në territor, parti e organizuar. Dhe fitoria e Benet Beci në 2023 pa një fitore të Partisë Sociale në çdo njësi votimi në Shkodër. Pra, Partia Demokratike nuk është ajo që është. Dhe kjo është zhvillim politik për mendimin tim, po të ne nuk e komenton. Ne që mundemi raportim nesër apo që do të ndjekim zgjedhjet, ku do qëndrojë elementi më kryesor nesër? Nuk di tek pjesëmarrja, elementi më kryesor pa dyshim janë numrat. Për të parë sa votojnë dhe reagimin sa këto numra. Dhe për të parë këto numra, mendoj, aq sa mundemi ne si gazetar, t'i lexojmë në përvende, sepse gjeopolitika e votës ka shumë rëndësi.
edhe ne pak e lexojmë gjeopolitikën e votës, nga vjen, nga cila zonë. Partia Demokratike ka qenë, po themi, majmë Tiranën, ka majtë Tiranën 2011 që doli barazim me Kamzën dhe Paskuqanin. Sepse ne e dim shumë mirë, me pjesën e Vorës, e dim shumë mirë që aty ka pas një bastion që e kontrolon dhe po Partia Demokratike nuk është si përseja. Kjo ka rëndësi, thoni, gjeografia e votës... Për të parë nga vjen vota, për të parë nga kjo, se e reja nuk është se fitoj Berisha. Megjithatë duhet të parë pastaj ku vendi. Po tek kjo përqindje që sa do të votohet, do të thotë diçka? Edhe ajo duhet të parë sa marrin pjesë, duhet të parë, sepse... Pjesëmarrja dhe më pas edhe sepse Partia Demokratike është një parti opozitare, se nuk është një parti pushteti, është me thjesht një parti pushteti për të marrë pjesë. Sepse marrin pjesë njerëz që punojnë diku, kanë interesa edhe më të mëdha. Këtu interesat bjerren, megjithatë shqiptarët mendoj unë, edhe kjo është gjë shumë e mirë, janë njerëz politik. Kanë qef me marrë pjesë, kanë aktivitetet tyre, dalin në për, dëmethënë, diskutojnë. Diskutime bëjnë edhe në këtu. Dëmethënë, nuk vdes ajo, dëmethënë, pjesëmarrja politike, edhe kur me këtë sistem të mbyllur, i blokohet. I blokon, po, mbi gjitha në votimin në zgjedhjet e gjithë në sistemi hapur. E kuptoj. E fundit, ylli si argument, edhe ju keni shkruar dhe mu kam zhvilluar biseda edhe me qytetarët, tek i propozuar, po i nominuar i për ambasador të SBA-ve në Shqipëri. Karriera e ti ndoshta edhe për ata që ndjekin qytetarët e thjeshtë që nuk janë fort angazhuar, po them në këtë mënyrë, është e rëndësishme, ushtarak, general, presin që të vidhe t'i bëj zap e tjere tjere. Qëfar prisni ju personalisht? Ka munguar ambasadori për një periudhë të gjatë dhe si do të trajtojmë dhe këtë çështje, pra që endet na kapin për veshësh, apo? Nëse unë kam ndjek gjithmonë duke qenë reporter politik, emërimet e SBA-s dhe gjithmonë SBA-ja ka gjetë një ambasador sipas situatës, sipas misionit dhe objektivit. Megjithatë, zgjidhja një generali tillë është një logjik politike, pra kanë sjell një nivel të lartë ambasadori, një ambasador i cili nuk vjen nga departamenti i shtetit, nuk vjen nga diplomacia klasike, po vjen nga një përvojë ushtarake, është e dyta herë që pas James Jeffreyt. Dhe nëse e mbaj mend James Jeffrey, kur erdhi këtu ambasador, Shqipëria ishte pjesë e aleancës për luftën në Irak, dhe James Jeffrey pas Tiranës u emërua ambasador i Shtetit Bashkuar në Irak. Dhe gjërat duken qartë, kanë një lloj sensi. Këtu nuk vjen një diplomat, për shembull si, po themi, John Withers, i cili ishte shefi i operacioneve speciale të Departamentit të Shtetit. Se kanë bërë këtë zgjedhje, edhe në varësi të periudhës? Është e qartë që është një zgjidhje politike nivelit lartë. Pra, ambasadori Hill, i cili e kishte lënë fare karrierën, u kthy nga John Biden dhe u çu në Serbi, që ai kishte luftë, domethënë kishte në 99 kishte bashku faktorët në Serbis, u çu në Serbi për ta mbajt larg Serbin nga Rusia, pra e morën nga pensioni, e çun me mision posaçëm të cilët ai një farë mënyrë e realizoi. Dhe marrjen e generalit trupave speciale amerikane, një vend ku Shqipëria është caktuar si qendra e shtabit të operacioneve speciale të NATO-s, bën sens. Padyshim që ai është një diplomat, siç e tha, do merret me krimin, drogën, korrupsionin, por domethënë, unë mendoj që por nga aspekti, si më thënë, logjike dhe domethënë peshës, do jetë një peshë e rëndë, po shumë e rëndë. Peshë shumë e rëndë, okej, po e mbyllim këtu dhe ta presim gjithmonë nëse të marrë okejnë edhe të gjitha hallka. Do flas pak, po kur thotë
Do flas pak dhe fjala do t'jetë shumë e rëndë, jo thjesht e rëndë. Ylli, faleminderit. Faleminderit me si ditë mbar, faleminderit dhe ju që na ndoqët. Mbretëm fund të shtypit ditës dhe ju për mëngjesin e kësaj të premte. Qëndroni me Report Televizion Vioni me Rëzet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm.